Ekziston kolla e thatë dhe kolla me sekret, për nga serioziteti dhe tempoja e rrezikshmërisë. Si i dallojmë këto? Po, zakonisht është pikërisht kështu, kolla ndahet në dy grupe, kollën e thatë, edhe kollën me sekrecione ose kollën me kelbazë që njihet në popullat. Kolla e thatë gjithmonë është më tepër si pasojë e reagimit të organizmit tonë ndaj ngacmuesve të jashtëm. Kjo zakonisht ndodhet te rastet alergjike dhe është më shpesh natën, kolla e thatë, kurse tek rastet tjera që kanë edhe çrregullime të tjera, që bronhit kronik ose ndonjë infekcion, kolla gjithmonë shoqërohet me produksion të sekretit ose mukusit apo dhe thjesht këlbazës që pacientët e lirojnë gjatë kollitjes. Serioziteti nuk mund të përcaktohet vetëm nëse kolla është e thatë ose me pranitë e sekrecioneve. Serioziteti i kollës rritet shumë nëse gjatë sekrecioneve kemi edhe primesa të gjakut, apo është të xhirosur me ngjyrë të kuqe, ka, do thotë gjatë kollitjes nëse përsëritet gjakderdhja në këlbazë